Mama Dhia shkoi në treg, ndërsa ujku po vëzhgonte nga pas pemës. Të gjithë fisit ti moj kuq ke mundit, ti ke për t'i berë gojore. Më pas, duke u munduar të ishte sa më pak dyshues, ujku nxitoi për tek shtëpia e Mamadhis. Më pas, ai e hoqi maskimin e tij. It's me, I am Anaconda. Fucking the bitch. Kecat e vegjël shikuan njëri tjetrin, por nuk e hapën derën. Pyt qif sharratën mund pjedh. O qif sharratën mund pjedh. Kur fëmijët dëgjuan zërin e trash, atyre ju kujtua paralajmërimi i nënës së tyre. Po ik më të qif sharop gabel, ik se na shave karin këtu, ik ta qif sharop mund pjedh. Prandaj largohu, nuk do të hapim kur derën. Katë qif sharop mund pjedh, aty të shkërdhev sharop mund pjedh. Ku e 50 zakun ti që doli me mua? Ujkut më pas i erdhi një ide. Ai filloi të praktikonte shumë herë zërin e Mamadhis. Një puthja grupi ju lutan. Më pas, ai vrapoi për te shtëpia me 7 fëmijët dhe trokiti në derë. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj një muaj të bukur të nëntorit, muajin e gjetheve dhe vjeshtës. Kësaj radhe, fëmijët ishin në dyshim. Zëri dukej shumë si e nënës së tyre, dhe ata ishin gati për të hapur derën. Kur njëri nga kecat pa diçka shumë të çuditshme poshtë derës. Po ti kush je mër qif sharop? Ti kush je mër qif sharop? Kush je ti mër bjushqir? Kush t'ka pjell ty mër bjushqir? Edhe kësaj radhe, pavarësisht punës së madhe, ujkut sërish nuk ju hap dera.